një gjë që korrupsioni mund të shkatronte Shqipërinë. Këtë pa perëndimi. Edhe politika amerikane që ndërhyri me forcë. Se nuk u interesonte të shpërbëj Shqipëria në një kohë që ishin dy shtete shqiptare. Se ne mund të shpërbëheshim? Dhe shtetin e dy shqiptar, domethënë Kosovën, ata e nxorën. Po patjetër. Atëherë pyetja bëhet, pse janë kaq të interesuar për këtë pikë ose këtë rrafsh historik, gjeografik. Sepse konflikti me Rusin, në konfliktin me Rusin, Amerika ka domosdoshmëri botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Sa e mori të gjithën, shikoni me vëmendje, kur e mori të gjithë botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, të dy shtetet, dhe për kërkon të merrte edhe Çamërinë, se ka marrë dhe gjysmën e Maqedonisë Veriut. Pra, kur ata e panë që ky po e merrte botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, u troq. A keni parë që u troq politika ruse? Është në mënë të rejqi. Pa, kundër nesh. 4 shtete me shqiptar, do më thënë. Urdhë? 4 shtete me shqiptar. Nuk t'i gjova. Shqiptarët në 4 shtete, do më thënë, jeni duke thënë. Po, në shqiptarët janë në 4 shtete. E dina dhe ato që? Po, a do t'i marrin të 4? 2 i kanë. 2 i kanë. Gjithë pikpyetja është, ja t'ju them. E mbani mend që shkoi Rama foli për Çamërinë? Po. Para një viti e gjys? Po, me diasporë. Se partia e çoi, interesi Partisë Socialiste ishte. Washingtoni e çoi diskutonin. Pse? Sepse historia ka një rregull të brendshëm për territoret që janë shkëputur nga shteti ham, dhe që e kanë ruajtur gjuhën dhe nuk janë asimiluar. Ne të gjithë kufitarët tanë nuk i asimiluan dot slavët. Slavët asimiluan vetëm, domethënë serbët asimiluan vetëm katolikët shqiptarë që kanë brenda në Serbi. Që kishin brenda territorit. 35% të serbëve janë ish katolik shqiptar, të dini. Ata 35%. Më thanë, një minutë, më thanë priftrin e mdhej që i kisha miq. Ore, si u kaluan ata, i thashte, feja tjetër? Se kaluan nga kristianizmi, nga katolicizmi në ortodoksi. Ortodoks. Disi thoshin, hama se me kryq ina. Po se mos ishin të shkolluar. Ti që shqiptarët kanë qenë populli më i goditur në funksion të shkollës. Që edhe në perëndërinë osmane. Bile osmanët me slavët ishin në bashkëpunim për mbajtjen në padije të popullit shqiptar. Por këtu historia erdhi që ne dim se ta përsërisim, tani jemi në jo në 2 shtete, jemi gati 3 shtete. Avokat, po ka një fakt. Edhe ju thash që Rama foli për Çamërinë. Po, ka një fakt, avokat, që zhvon pak në diskutim fakti që SBA-ja ka apo jo interes. Ka 2 vjet pa ambasador, ambasada amerikane në Tiranë nuk ka ndodhur ndonjëherë në 103 vite marrëdhënie zyrtare mes 2 shteteve. Ja, ajo ka qenë prezente këtu, pavarësisht që ka pas ambasador. Ka qenë prezente këtu. Jo, a ka ndikuar ky fakt? Jo, ajo është gjendja e brendshme e tyre. Domethënë që ai që luan rolin e ambasadorit këtu, ka raste të tilla. Ai që luan rolin e ambasadorit këtu, ngarkuar me momentet që ka. Po pra, në momentet që ka ikur ambasadori, mund të jetë shumë i aftë. Po s'mund ta bëjnë dot ambasador për arsye juridike. Dhe këta më mirë mbajnë atë sa i ambasador është, ju lutem ai pranon dhe letrat kredenciale të gjitha, po nuk ka titullin ambasador. Nuk ka titullin ambasador, po. Dhe ata pa gjetur një tjetër nuk e sjellin sepse
Këtu është bota shqiptare, sidomos Kosova është domosdoshmëri për ta. Megjithatë, avokat Nancy Valhorn, që është e ngarkuara me punë e ambasadës, nuk ka qenë aq aktive, fjala vjen sa e ngarkuara tjetër Leila Mosisuani, nëse ju kujtohet, ajo ishte edhe pse nuk kishte titullin e ambasador, shkonte në SPAK vet, shkonte në konferencat gjyqësore, bënte deklarata. Atëre, në rregull, po do të jemi korrekt me kohën. Po? Atëre ishte periudha e marrjes së tyre. Këtë drejt. Po pra, natyrisht ishte aktiv. Tani ata i kanë marrë ato, jo vetëm po shpëtuar në Shqipërinë, të jemi realist. Morën dhe pamërsinë e Kosovës, pse ne e morëm. Natyrisht që UÇK-ja kishte vlerën e vet. Ai ishte fakti që mbështeti aksionin. Bombardua Beogradi gjatë, tjedi. Po, ku ishte forca? Ku ishte ajo... Amerika? Jo, ku ishte justifikimi juridik dhe historik? UÇK-ja. UÇK-ja. Po mos ishte UÇK-ja asgjë. Nuk hynte Amerika. Atëre përderisa ata kaluan në ekstremizëm, se UÇK-ja i çoi në ekstremizëm, dhe ata ranë në shkelje në terrorizëm, ju e dini. Po. Edhe Amerika s'mund të lënonte terrorizëm në një shtet, në një shoqëri që e kishte të vetën. E kishte simpatizantin e vet. Dhe kur goditi Clinton, ju e dini, goditi terrorizmin, ju e dini. U vranë gjithë ata. Mbas asaj vrasjes së madhe në Raçak, ku që ajo? Masakra. S'u kujton mirë. Atëre foti bombardimin e. Dhe është me bukur që vetëm me bombardim me mori. Nuk çoi trupa. E para luftë, e para betejë pa trupa toksor. Pa trupa. Vetëm me bombardim ishte genialitet në kuptimin jo të letërsisë, jo të artit, por të artit ushtarak. Domethënë, e kishin studiuar mirë Wesley Clark. Psikologjinë, e kishin studiuar mirë psikologjinë serbe në funksion të asaj force. Dëgjoni t'ju themi gjë. Po, patjetër. Psikologjia e një shteti ose të një qeverie është normale në momentet kur është qetësi. Në momentet kur vjen historia e luftës, ndryshon psikika. Por po ndryshoj psikika i ka në krizë. Ashtu ranë ata. Një shoqërie nuk i ndron psikika nga paqja në luftë, vetëm anglosaksonëve. Pse? Kanë fituar eksperiencë qindra vjeçare me koloninë në këto, ju e dini, për konstatatë. Po. Avokat, kam i pyetje të tillë që me ngacmuat me të UÇK-s, kur dëgjuat që u hoqën ato banerat edhe flamujt të UÇK-s nga stadiumi gjatë ndeshjet me Serbinë, ç'a ndjet? Patët një reagim në vetvete? Ja, ishte politik. Ishte politik? Ishte politik, se UÇK-ja ishte, shiko, në konceptin perëndimor, një ndeshje futbolli është strukturë pakësore. Nuk është strukturë lufte. Edhe ata i dëgjuan, ta do t'i kemë thënë. Ekspertiza amerikane ka thënë hiqini UÇK-n, se ne jemi kundër UÇK-s, pa ajo është manifestim pakësor, popullor, edhe ata i hoqën. Më kuptohet? Si që lufta t'ja që. Ata e konceptuan betejen futbolistike luft me armë. Ishte nëzitim. Shumë e bukur kjo. Avokat, kemi një për nga kozgjatja, renditja e kryeministrave të Shqipërisë në 103 vite shtet, 13 vite shtet, kemi Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet plus 4, 16, Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 vit, Sali Berisha 8 vjet. Cili është komenti juaj për këto shifra? Ndodhin. Por gjatë kanë kaluar, do të themi pse
Se e kemi këtë arsye? Arsyeja nuk është moderne. Pse e kemi këtë arsye? Sepse demokracia si koncept liberal nuk e ka mundur pushtetin si koncept individual të psikikës për pushtet të individit. Nuk e kam poshtur akoma me këtë tregon kjo. Dhe këtu është dobësia. Jo pse vajti ka gjatë, po në këtë luftë ne ende nuk e kemi, ne ende forca e pushtetit nuk e ka, domethënë forca e ligjit nuk e ka zbutur forcën e pushtetit. Domethënë forca e demokracisë nuk e ka zbutur forcën e pushtetit politik. Pushteti politik në një demokraci ndron një herë në 4 vjet. Në Amerikë ke parë si e kanë bërë një herë në 8 vjet. Pse që të mos ndodhte kjo? Kjo është shumë e rrezikshme. Jo në kuptimin e rrezikut të një epidemie, po në kuptim të zhvillimit kombëtar. Nuk e lejon